është përjashtimi i deputetëve të opozitës një masë rregulloreje, është ndëshkim politik i qëllimshëm, selektiv, i urdhëruar. Është i ngjashëm me ndëshkimet e diktaturës, për kudo që guxonte të denonconte, të fliste apo të mbronte ligjin dhe kushtetutën. Sot kuvendi nuk funksionon më si pushteti i pavarur, por si zgjatim i vullnetit të vetëm një njeriu, Edi Ramës. Një njeriu që e urren parlamentin, pse? Sepse nuk e kontrollon dot 100% atë. E keni kthyer parlamentin në një call center, se ai call centeri ilegal që u dekonspiruar, që u hoqën serverat, i vetmi ndryshim është që janë 83 operator që flasin vetëm çfarë jep Rama përpara, që grej kartonin vetëm dhe votojnë siç i do Rama. Një call center e keni kthyer. Vetëm këtu si e hiqni do serverat, hiqni media, por nuk e hiqni do të drejtën e opozitës për të folur. E keni gabim me këto vendime që merrni, sepse do ju kthehen shumë shpejt në bumerang. Çfarë po bëni sot juve këtu? Përjashtoni opozitën, midis tyre edhe 2 gra, edhe 2 nëna, për të mbrojtur Belinda Ballukun, për të mbrojtur vjedhjen, për të mbrojtur korrupsionin. Përjashtoni opozitën, midis tyre edhe 2 gra, për të mbrojtur 2 gra hajduta, për të mbrojtur Mirlinda Karçanaj, pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Për këto duhet flisni juve sot. Përjashtoni opozitën për të mbrojtur Erbyes Agasin, koordinatorin e Edi Ramës me krimin. S'keni prova, ja ku keni provat. Ja ku i keni verën 36.000 euro që pi kryeministri me bandat kriminale. Ja ku i keni provat, kartelet e drogës, të cilëve kryeministri ju jep leje ndërtimi apo leje për kazino. Ja ku i keni provat, keni tunelin e Llogaras, provë të gjallë i cili rrezikon dhe jetën e çdo qytetari që kalon me makinë, sot që neve flasim. Apo rrugët që shkatrohen çdo ditë. Këto janë provat, për këto duhet flisnim sot. Për këto duhet flisni dhe ju që sot duhet ishi distancuar. Po ka rrikja koltuku i deputetit, për ju është më e rëndësishëm se sa vota e qytetarëve. Ne jemi sot këtu dhe do jemi gjithmonë për të mbrojtur interesin e qytetarëve. Ju jeni aty në ato karrike për të mbrojtur korrupsionin dhe krimin. Ky është ndryshimi midis nesh dhe midis jush. Nëse neve kemi protestuar në seancën e fundit, që çuditërisht pas kemi rrezikuar edhe jetën e deputetëve apo stafit,